Çfarë do të bësh kur të rritesh një herë? Kryeministër ose futbollist, por prap mora vesh që këto si janë profesione sepse nuk kanë shkollë eksakte. Po, si për shembull doktor që bësh 6 deri në 10 vite me shkollë, edhe pastaj merr diplomën edhe bëhesh mjek. Mjek. Po, si bie, kryeministri nuk ka shkollë? Jo, Fare? për kryeministër jo. Nuk ka. Po çfarë shkolle duhet bëj dikush që të bëhet kryeministër? Unë kam qejf që të bëhem kryeministër, apo mos bëj shkollë fare? Jo, edhe shkollë duhet të bësh. Okej. Që në fillim, por duhet ta fillosh nga shkolla, edhe pastaj mund të bësh për shembull një shkollë tjetër që për shembull për mjek, Okej. edhe pastaj të futesh të kandidosh për president, për kryetar bashkie, për deputet, edhe kështu të rritet zgjidhja edhe deri në vend kryeministër edhe pastaj kryeministër. Për të ndjekur Mirëmbrëma Yje Kids, mjafton të klikoni butonin subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube.